Në hallin e Pallatit të Kongreseve u zhvilluan sot homazhe në nder të gjyqtarit Astrid Kalaja, që u qellua për vdekjen krye të detyrës 2 ditë më parë në gjykatën e apelit. Një ngjarje e rëndë kjo jo vetëm për drejtësinë, por edhe për shtetin shqiptar, një sken krimi që nxori pat metat madhore të sistemit ligjor të sigurisë në vend. Në homazhet për gjyqtarin e ndjer, kryetari i Dhomës së Avokatisë Maks Haxhia theksoi me shqetësim të thellë situatën e rëndë në sistemin e drejtësisë shqiptare. Nuk është thjesht një ngjarje tragjike, por një vrasje e sistemit të drejtësisë. Nuk bëhet fjalë vetëm për bojkot, por duhet të ndalet ky alarm që prek sistemin, nga gjyqtari më i lartë deri te avokati më i thjeshtë. Në shoqërinë tonë është mbjell një urrëtie e thellë ndaj njerëzve të drejtësisë, që duhet çrrënjosur sa më shpejt, tha ai. Haxhia nënvizoi se frika në sistem është bërë kaq e madhe, saqë një gjyqtare i rrëfeu se na ka nxjerrë në prit. Ky është një mesazh i qartë që tregon se ne kemi nevojë për masa drastike që të dalim nga kjo gjendje e rëndë. Nuk është vetëm çështje e gjyqtarëve, por edhe e avokatëve, që duhet të analizojnë thellë rolin dhe përgjegjësitë e tyre në këtë proces. Maks Haxhia tha se gjyqtari Astrid Kalaja ishte një njeri familjar e human, që përfaqësonte vlerat më të mira të sistemit të drejtësisë, dhe humbja e tij është një goditje e madhe për të gjithë profesionistët e drejtësisë në Shqipëri.